mosbesimi i projekti afatgjat, përzemët shqiptar, në një moment caktuar, për një herë, pas një rezultati, ndryshojnë mendim të nesërm. Duhet besosh tek projekti, duhet besosh tek stafi cilin ti e ke menduar, dhe në një moment caktuar, që ne kemi tranzicion kur ne shesim një lojtar për nevoja financiare të klubit, ose për një ofertë të mirë që shfaqet për një lojtar caktuar, siç ka shitur për shembull Partizani Skukën, ti do ta mendosh të kesh gjithmonë planin të bërë me kë lojtar do të zëvendësosh denjësisht. Ne nuk e kemi këtë plan. Po ti s'ke mirë, ti s'ke një mdhjetëshën fush që të funksionon, jo të kesh edhe pjesën tjetër të... E supozojmë që kemi pasur... Për disa ekipe flasë. Egnatia bëri një skuadër... Po, Egnatia po me përjashtime pra, se janë 10 ekipe. Mos harrojmë, në janar blejo dhe lojtarë të mirë dhe ne thamë këtu vjetë që do jetë më dinjitozë këtë vitë, se po mendon sezonin e verës, në më thënë Kupët e Europës, dhe me blerë dhe janarit do t'jetë përgatitur për në verë. Vetëm Egnatia bëri këtë gjë. Asnjë skuadër tjetër shqiptare nuk mendoi që në moment caktuar të rinovoj skuadrën me lojtarë të cilët ndoshta mund të jenë dhe më të mirë se ata që ti ke shitur. Kjo le pak për të shiruar në kampionatin tonë dhe mbi të gjitha neve duhet bëjmë një plan afatgjat për të moshët, që të nxjerrim lojtarë sa më të mirë nga mosha. Ne kemi besimin shumë të vogël tek lojtarët tanë. Ju siguroj që një futbollist shqiptar i rritur në akademi në 5 vite, 6 vite, e dashuron dhe lumo me shpirt për skuadrën sa një lojtar i huaj, i cili vjen vetëm për një moment kalimtar për të lançuar veten në Shqipëri.